Insektet vinë në të gjitha format dhe madhësit. Në fakt, ka mbi 900.000 lloje të ndryshme insektesh në të gjithë planetin. Kjo në fakt përbën 80% të llojeve të krijesave të gjalla në botë. Pra nuk duhet të çudi që disa nga këto insekte janë më të mëdha se të tjerët. Disa prej tyre janë me të vërtet gjigant, nga brumbujt që shkaktojnë makthe e deri te grerzat aq të mëdha sa pëlqejnë të hanë tarantula. Këto janë disa nga insektet më të mëdha të gjetura ndonjëherë në botë. Giant walking stick. Ky insekt mund të ketë me të vërtetë nderin të jetë më i madhi nga të gjithë gjallësat e ngjashme të Amerikës së Veriut, por kjo nuk e bën atë një krijesë me përmasa përbindshësh. Sa i madh është i ashtu quajturi giant walking stick? E po midis 7.6 dhe 15.2 cm, që nuk është aq shumë. Këto insekte quhen shkopi njecjeje për shkak të formës dhe ngjashmërisë së tyre të përgjithshme me një shkop, dhe pjesa e ecjes është për shkak të faktit që ata ecin. Arsyeja pse këto insekte përpiqen të duken sa më shumë si një shkop është sepse ata kanë vërtet ecje të ngadaltë dhe nuk mund të largohen nga një grabitqar nëse ndeshen. Pra qasja e tyre më e mirë është thjesht të qëndrojnë në vend dhe të pretendojnë të jenë një degë e zakonshme, derisa çdo agresor potencial të humbas interesin dhe të shkojnë në kërkim të diçkaje tjetër. Brumbujt Goliath. Tani do t'ju them një gjë. Këto janë disa krijesa të emërtuara me vend. Brumbujt më të mëdhenj dhe më të rëndë në planet. Brumbujt Goliath janë një makth i tmerrshëm nëse makthi juaj janë brumbujt e mëdhenj. Brumbujt Goliath janë shumë të fortë. Besohet se këto insekte janë në gjendje të ngrenë një ngarkesë që është mbi 850 herë më e rëndë se pesha e tyre. Ata janë vendas në Afrikën juglindore, duke preferuar klimën e ngrohtë dhe pyjet e dendura të shiut në atë rajon. Këto insekte gjithashtu duken mjaft të lezetshme. Ata kanë një grup të mrekullueshëm ngjyrash dhe shfaqin modele të veçanta në shpinë. Goliathët meshkuj kanë gjithashtu një bri në kokë, të cilin e përdorin për të luftuar meshkujt e tjerë në betejat të ashpra për femrat gjatë sezonit të çiftëzimit. Gjithçka mund të bëhet mjaft e ashpër në botën e insekteve, kur insektet e tmerrshme përpiqen të kenë foshnja. Flutura më e madhe. Kjo është një flutur tropikale jashtëzakonisht e rrallë, më e shquar për madhësinë e saj. Gjendet në pyjet tropikale të Papua Guineas së Re. Megjithatë, habitati i tyre është vetëm në një zonë shumë të vogël, ndoshta vetëm rreth 1165 km2 dhe po të kurret gjatë gjithë kohës për shkak të shpyllëzimit, për shkak të prodhimit të vajit të palmës. Këto flutura të mëdha quhen krahazojsh, pjesërisht për shkak të hapjes së krave dhe pjesërisht për shkak të lëvizjes së krave të tyre. Këto insekte të jashtëzakonshme mund të kenë një hapje krahash deri në 30 cm, por me çfarë ushqehet ajo për t'u bërë kaq e madhe? E po, kur janë dhemje, këto insekte hanë shumë, ne të gjithë e dimë atë histori, por ata kryesisht hanë një hardhi me gjethe të gjata. Pastaj, kur janë rritur plotësisht fluturat e bukura, ato janë të kufizuara për të ngrënë me shije të hollë me proboscisin e tyre, e cila është një lloj gjuhe tubi që ato e hapin për të marrë ushqim. Dhe një gjë interesante për këto krijesa të mëdha, ato janë në të vërtetë helmuese. Ato e marrin helmin e tyre nga një bimë toksike, e cila u ofron atyre një shkallë mbrojtjeje si specie. Çdo gjë që ka fshon këtë flutur do të ketë një dhimbje barku veçanërisht të pakëndshme dhe do të mësojë një mësim të vlefshëm për të mos ngrënë gjëra me ngjyra të ndezura, edhe pse ato janë kaq të bukura. Karkalecat hedge. Këta karkaleca masiv janë më të mëdhenj të llojit dhe mund të gjenden në Australi, një vend i njohur për përzgjedhjen e tij të pazakontë dhe shpesh vdekje prurëse të kafshëve. Ky insekt ka një madhësi midis 3.8 dhe 7.6 cm, ku femra e species është edhe më e madhe. Her pas here, karkalecat hedge arrin deri në 10 cm gjatësi, por këta ekzemplarë më të mëdhenj janë shumë më të rrallë, ndoshta për shkak të tërheqjes së tyre si pre shumë grabitqarve. Ata konsiderohen veçanërisht të papërmbajtshëm për mantis dhe merimangat e mëdha. Karkaleci hedge është i shpërndarë në të gjithë veriun e Australisë kontinentale, ku në përgjithësi gjendet duke jetuar në vetmi. Këto lloje të pashoqëruara nuk bashkohen kurrë me të tjerë karkalec, përveç se me sa duket ku shkaktojnë një shqetësim publik. Më tepër si një grup huliganësh të pakënaqur, ata janë krijesa të vetmuara, por kur ka një mundësi për një pikë shkatrimi kolektiv, të themi kokra kafeje, atëherë organizohen këto insekte të mëdha. Së bashku, një bandë e vogël karkalecash hedge mund të shkaktojë dëme serioze dhe të shpejta, njësoj si një grumbull i vendosur huliganësh me ligësi në mendje. Brumbulli titan. Me gjatësi rreth 16.5 cm, brumbulli i titanit është më i madh se insekti mesatar. Por çuditërisht, për diçka kaq të dukshme masive, në fakt dihet shumë pak për këto krijesa dhe zakonet e tyre. Titanët jetojnë në atmosferën e lagësh të pyjeve tropikale të Amerikës së Jugut. Ata janë në gjendje të fluturojnë, por janë shumë të rëndë për t'u ngritur nga toka.
Pra, këta brumbuj masiv kanë këmbë të fuqishme që janë ndërtuar për t'u ngjitur në pemë, kështu që ata ngjiten në një lartësi përpara se të nisen për fluturim. Edhe pse ka ende një ngarkesë të tërë misteresh që rrethon Titanin, besohet se kur moti të jetë më i nxehtë dhe më i lagësht, ata fluturojnë dhe kërkojnë të riprodhohen. Titanët duket se bëjnë këtë duke ndjekur aromën e feromonave, të cilat këto insekte i lëshojnë të gjithë në ajër për të tërhequr një partner çiftëzimi. Por kur bëhet fjalë për larvat e këtyre krijesave kolosale, misteri thellohet. Nuk ka pasur asnjë pamje të njohur të brumbullit të Titanit. Asnjë njeri nuk e ka idenë se si duken, madje as se ku mund të gjenden. Megjithatë, ka spekulime se larva duhet të fshihen brenda drurve të kalbur, me të cilin ata ushqehen ndoshta për disa vite, përpara se të arrijnë pjekurinë dhe të bëhen një brumbull i plot. Në rast se nuk ka gjasa që të endeni në përpyjet e shiut dhe t'ju ndodh të ndeshni një brumbull titani, jeni të paralajmëruar. Këto gjëra kafshojnë dhe kanë një kafshim vërtet të fuqishëm. Nofullat e tyre jashtëzakonisht të forta janë në gjendje të japin një kafshim që mund të këpusë një laps në dysh. Giganti Weta. Pothuajse i zhdukur, Weta punga është një insekt i madh, një lloj karkaleci që nuk fluturon, i cili u zbulua se kishte mbijetuar vetëm në ishullin Little Barrier, në brigjet e ishullit verior të Zelandës së Re. Këto insekte jashtëzakonisht të rralla mendohet se kanë qenë viktimat një zinxhiri ushqimor të ndërprer, kur ata u pushtuan nga grabitqarët në gjysmën e parë të shekullit të 20. Kishte plot mace të egra në ishullin Little Barrier. Këto mace kontrollonin popullatën e brejtësve, veçanërisht mijun polinezian. Kështu, kur njerëzit erdhën dhe vendosën të çlironin ishullin nga popullata e tij e maceve të egra, ata në thelb biftuan minj të ktheheshin brenda. Minj zhdukën popullsinë e Weta punga për një kohë shumë të shkurtër. Më pas, siç ndodh zakonisht, disa njerëz kuptuan se çfarë po ndodhte dhe vendosën të heqin qafe minjt. Numri i Wetas u rrit ngadalë dhe insekti tani është futur në mjedise të tjera pa grabitqar. Mola e Atlasit. Me një hapje krahësh më të gjerë se dora e njeriut, nuk është çudi që mola e Atlasit konsiderohet ndër më të mëdhat nga të gjitha molat. Por pavarësisht nga përmasat e saj të konsiderueshme dhe përshtypjen imponuese që jep, mola e Atlasit ka disa tëmeta të dallueshme. Këto mola masive nuk kanë mundësi për të ngrënë. Pasi të kenë dalë nga fshikzat, ato nuk mund të hanë me ushqim dhe për këtë arsye ato nuk zgjasin gjatë në këtë botë. Në kohën e tyre të shkurtër, hapja e krahëve të tyre është shpesh 30 cm mahnice, dhe këto janë vetëm skajet e largta të sipërfaqes totale të këtyre insekteve mbreslënse, e cila mund të jetë deri në 400 cm2. Edhe vemjet janë të mëdha dhe mund të jenë mbi 11.4 cm të gjata, ndërkohë që futen në skenë përpara se të fillojnë transformimin e tyre. Por ato kanë nevojë për të ngrënë dhe duhet hanë shumë. Praktikisht duhet u zgjas për pjesën tjetër të jetës së tyre të shkurtër, e cila është 1 deri në 2 javë kokëfort me qira fjala. Grerza tarantula. Tani për t'ju dhënë një ide të përgjithshme të shkallës së grerzës së tarantulës, nuk duhet të shikoni më larg se emri i saj. Pjesa e tarantulës është thjesht një tregues i darkës së preferuar të kësaj grerze gjigande, dhe diçka që e merr tarantulën e madhe si një kalim kohe, duhet jetë e madhe apo jo. Këto insekte mund të gjenden në të gjithë Azinë juglindore, Indi, Amerikë, Afrikë dhe Australi, pothuajse kudo, me përjashtim të Evropës dhe zonave më të ftohta të globit. Kjo grerze veçantë merimang është insekti zyrtar i New Mexicos dhe padyshim një joshje për vizitorët kudo që të vinë dhe të provojnë gjithçka që New Mexico ka për të ofruar. Por sa të mëdha janë saktësisht. E po ato ndryshojnë si të gjitha këto gjëra, por femrat zakonisht janë më të mëdha dhe janë rreth 7.6 cm të gjata me një hapje krahësh rreth 10 cm. Kjo është mos e mjaftueshme për t'ju dhënë ëndra të këqija. Femrat janë ato që bëjnë gjuetin duke përdorur thumbin e tyre 6.35 mm të gjatë për të paralizuar prenë e tyre dhe për të tërhequr atë në një strofull nëntoksore, ku më pas mund kalojnë kohën e tyre në procesin e ngadalë dhe të pakëndshëm të coptimit dhe glabërimit. Edhe pse këto grerza kanë një thumbim të keq, ata me të vërtetë janë të interesuara vetëm për mirimangat, kështu që ato paraqesin pa kërcënim për njerëzit. Por mos i ngacmoni ato, pasi mund sulmojnë njerëzit nëse ndihen të kërcënuara apo edhe pak të mërzitura.